ftuara e radhës është Lora Toromani, që ju keni pyetur pafund për të dhe keni dashur që ta kemi përsëri pjesë të emisionit Vibe. Lola, përshëndetje dhe mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Faleminderit që pranove ftesën dhe faleminderit që informon publikun dhe jep ndihmë për të gjithë ato që kanë nevojë. Në fakt, pyetja ime e parë që dua ta nisi është me infeksionet sezonale. Duke qenë se jemi në periudhën e verës, infeksionet janë më të rritura për shkak të pishinave apo gjërave të tjera që ndikojnë tek ne. Çfarë duhet të përdorim ne gjatë sezonit veror për të parandaluar infeksione të ndryshme? Po, sidomos gjatë periudhave me temperatura të larta, infeksionet janë gjithmonë të pranishme, ndotja e ambientit, edhe shumë gjëra të tjera që vijnë me vapën, mushkonjat sidomos përhapin edhe ato bëjnë punën e tyre për të përhapur shumë lloj infeksionesh. Dhe kështu që edhe mjekësia alternative është një ndihmë mjaft e madhe, jo vetëm mjekësia moderne që ecën, por edhe mjekësia bimore është njëkohësisht duke ecur dhe të gjithë janë kthyer pothuajse tek mjekimet bimore natyrale. Qoftë me bim, qoftë me tinktura, me eliksira, me vajra apo me ekstrakte. Për problemin e virozave dhe të infeksioneve në verë është sidomos trumza. Doja që sot ti përmbahesha trumzës dhe bashkimit të saj me disa bimë të tjera për sa i përket infeksioneve mikotike apo bakteriale. Cilat janë? Bëhet një përzierje bimësh me trumza? Sigurisht një bimë e vetme nuk mund të kuroj. Një bimë e vetme mund të përdoret për çaj dhe mund të mirëmbaj. Kurse bashkimi i disa bimëve, 2 deri në 12 bimë për shembull, atëherë ato bëjnë mrekulli. Duhet gjithmonë të jesh informuar për përmbajtjen e tyre, se për çfarë do ta përdorim dhe si ta përdorim. A është vështirë sot në Shqipëri që të gjejmë bimë të cilat janë kuruesa? Në Shqipëri ka plot bimë, por nuk ka njerëz që ti grumbullojnë ato, se më përpara kishte shumë njerëz që merreshin me të tilla gjëra, kurse sa vjen edhe më pak ka persona të cilët merren këtë bimë. Mund të gjej disa bimë, për shembull dikush tjetër mund të gjej disa bimë, por jo të gjitha mund t'i gjej një person i vetëm. Ato që rriten në mal nuk mund të rriten në fush, ato që rriten në Shqipëri e Mesme nuk mund të rriten në Shqipërinë e Veriut, ta zëm. Kështu që duhet një ndërthurje. Duhen gjetur ato të duhurat për çdo rast. Por mungojnë njerëzit. Atëherë vera jo vetëm që ka infeksione, por më duket sikur njerëzit janë më shumë në depresion, në ankth le ta quajmë. Por jo vetëm gjatë sezonit të verës, po sot sikur po shtohet çdo ditë më shumë ankthi tek të rinjt apo çdo kush tjetër. Çfarë bime duhet të përdorim në përgjithësi? Ankthi në përgjithësi ka lidhje me hormonet. Dhe me stresin e përditshëm gjatë punës të përditshme, kështu që duhet t'i referohemi atyre bimëve të cilat mirëmbajnë gjendra tiroide dhe ato limfatike. Për shembull, për gjendrat tiroide mund të përdorim tërfilin e kuq bashkë me trumzën. Për të rritur imunitetin dhe për të mirëmbajtur gjendrat limfatike dhe ato tiroide. Dhe për të qetësuar janë disa lloje të menteve, siç është mente e çokoladë, që rritet në Shqipëri, jo shumë, por gjendet në Shqipëri për ata që e njohin. Është energjiku, është kamomili relaksues, diskutohet që është lula e blirit, ndërsa për sa i përket infeksioneve duhen disa bimë që të bashkohen për të luftuar infeksionet kudo që të jenë ato. Për shembull kur infektohen gjendrat limfatike ka të tjera bimë, kur infektohen gjendrat tiroide ka të tjera bimë, ndërsa antistres janë këto që thash, është livando, është kamomili, gjithashtu edhe trumza që jep imunitet sepse ka më shumë minerale se sa vitamina. Dhe i përshtatet për rritjen e imunitetit më tepër.
Në fakt për kamomilin kam dëgjuar dhe për bebet e vogla kur kanë Po dhimbje. kamomili mund të apo përdoret në edhe tek bebet e vogla, gjithashtu edhe mente çokoladë është shumë e lehtë për tu kuruar dhe është një bimë që drejt për drejt kuron edhe problemet e mëlçisë. Kur ishte motra ime e vogël, kishte probleme me mëlçin dhe mjekët i thanë që ky fëmijë nuk bëhet, ishte disa javshe. Dhe filloi trupi t'i nxjihej me pulla të zeza dhe më vonë si më bë mishi me gjamba. Gjithë trupi u mbush me pulla të zeza, por i gjithë trupi u mbush dhe ra në një gjendje si kome. Dhe mjeku i atëhershëm tha dërgojnë në shtëpi, po kështu edhe mamia që ishte përgjegjëse për fëmijët tha marrni me kujdes në shtëpi. Ndërsa gjyshja dhe mamaja përgatitën ujin nga mente e çokoladë, të cilën ato e quanin bari pa emër, sepse kështu ishte trashëguar më përpara dhe sot ashtu quhet në zonat tona. Dhe e ka bërë edhe për ta pirë bebja, por edhe e ka larë 7 ditë rresht. Mbas 3 ditësh ka filluar të pijë dhe mbas 7 ditësh janë zhdukur komplet njollat e zeza. Edhe u largua. Edhe u largua dhe nuk e ka zënë më gjatë gjithë jetës, sot është. Cila është ajo bimë që ne duhet ta konsumojmë çdo ditë për mirëqenien e trupit tonë? Po, Edhe të rrim larg smundjeve që janë më të prekshme. Varet çfarë neve kemi nevojë. Herën e tjetër ju kam thënë për Artemisia rrit imunitetin. Në mëngjes mund të përdorim eliksirin e rozmarinës me ginkgo biloba. Kjo është hap trurin dhe ginkgo biloba është për problemet e trurit, për demencën, është për Alzheimerin, ndihmon për Parkinsonin, por e bashkuar me rozmarinën është një bombë vërtet për problemet e trurit mendore. Dhe antistres ndihmon edhe gjëndrat tiroide, domethënë ankthin, stresin, por gjithmonë përdoret në mëngjes, sepse e largon pak gjumin. Nuk rrit tensionin në mënyrë të ndjeshme, por hap sinuset. Domethënë ndihesh më energjik, si në mendje ashtu edhe në fizik. Folëm për zgjimin e mëngjesit. Kjo ishte diçka që ta konsumonin në mëngjes, kjo është shumë e mirë. Rozmarina gjithmonë në mëngjes. Po në mbrëmje, çfarë duhet të konsumojmë për një gjumë të qetë dhe të relaksuar? Në mbrëmje e para fara unë do thosha, edhe kamomilis diskutohet se është popullor, hibiskus. Për çfarë qërbën? Çaj mbrëmje. Hibiskus ndihmon relaksimin e të gjithë organizmit, ul tensionin, rregullon sheqernat, pastron gjakun dhe ndihmon mëlçin të bëj punën e saj gjatë natës, sidomos dhe jep një relaks total. Hibiskus është çaj mbrëmje i padiskutueshëm në të gjithë botën. Le të kalojmë pak tek menstruacionat. Disa njerëz i kalojnë, jo me shumë dhimbje, me dhimbje të përballueshme. Ka persona që kanë shumë dhimbje dhe janë të detyruar që të konsumojnë ilaçe për qetësim. Ti çfarë sugjeron? Tërfili i kuq. Dhimbjen e menstruacioneve? Tërfili i kuq, ekstrakti i tërfilit të kuq, i pari. Pastaj vjen sherebela. Gjithashtu edhe gjethja e dafinës ndihmon. Dhe për relaks, pastaj kombinimi i kamomilit, livandos, valerianës, këto që qetësojnë. A ka sot një kur popullore për hormonat? Bëhet fjalë për hormonet e femrave, dhe rregullimin e ciklit. Për çdo gjë ka, për çdo lloj diagnoze ka një kur bimore. Jo vetëm me një bimë, por duke i bashkuar disa bimë. Çfarë sugjeron më shumë për rregullim cikli dhe çrregullimin e hormoneve? Përderisa ka drejt për drejt lidhje me hormonet, me çrregullimin hormonal, atëherë do sugjeroja tërfilin, si çaj, tinktur apo vaj. Edhe gjithashtu edhe sherebelën. Folëm për periodat, por nuk folëm për menopauzën. Menopauza ju tashmë e dini se ka shumë simptoma të tjera, ashtu siç është afshet e nxehtësisë,
ndryshimet e humorit, e shumë gjëra të tjera. Çfarë duhet të konsumojë një person që sapo është futur në menopauzë? Fillimisht të kontrolloj elektrolitet në gjak. Përveç se check-upit që është i detyrueshëm, duhet të kontrolloj elektrolitet në gjak sepse bien parametrat, ngrihet kolesteroli, sheqeri, vjen mbi pesha, edhe kështu që duhet të rregullojmë parametrat në organizëm. Duhet kontrollohet e para vitamina D, që kockat të mbeten të drejta, që mos të filloj shpina të dalë që në moshën 45 apo 50 vjeç. Duhet të kontrollohen fillimisht elektrolitet dhe pastaj i përshtatet gjithsecilit me deficiencat që ka. Për shembull, tham trumza përmban kalcium. Nuk duhet ndar fare nga pre dhe pro edhe menopauza, sepse përmban kalciumin, përmban hekurin, që rrit imunitetin dhe kalium në mënyrë të konsiderueshme, gjithashtu vret edhe çdo infeksion mikotik, sidomos kur bashkohet me rigonin e kuq. Në fakt unë jam shumë kurioze të di se sa kohë të merr ty që të bësh një kur për një sëmundje të caktuar. Unë në përgjithësi i kam të gatshme, sepse i di tashmë se kush është që i do këto, që kë mund të ndihmoj, dhe i përgatis për shembull maksimumi 2 ditë. 2 ditë? Sepse këto duan kohë të bëhen. Për shembull, ekstrakti edhe tinkturat duan kohë, eliksirat duan kohë. Vaji gjithashtu do kohë, por unë nuk preferoj më tepër vajrat, siç thon për shembull që vaji i farës së zezë kuron gjithçka, por vaji i farës së zezë skadon shumë shpejt. Skadon? Dhe këtë nuk ja u thot asnjë njeri. Ja po ja u them që skadon shumë shpejt dhe ka helmuar persona dhe i ka filluar stomaku me një herë mbasi e kanë konsumuar atë. Pra, vajrat duan shumë kujdes. Duhet gjithmonë data e skadimit të vajit, sidomos të farërave. Çdo vaj i farërave është gjithmonë më shpejt i skadueshëm se sa vaji i ullirit për shembull. Po këto kurat bimore kanë një afat të caktuar? Kurat ilaçet do të thash, ilaçet. Kjo tinktura nuk skadon asnjëherë. Pastaj vjen ekstrakti, eliksira dhe në fund vjen vaji. Kurse çajrat gjithmonë brenda 24 orëve duhet të konsumohen. Cila është thot bima më e fuqishme? Dhe bima jote e preferuar që nuk është vetëm për një sëmundje, por merr pjesë tek të gjitha për të ndihmuar të gjitha sëmundjet. Nuk ka një bimë të vetme që të ndihmojë të gjitha sëmundjet. Duhen bashkime, por që njëra që është kryesore. Ti do për imunitetin, unë do të përgatis ato bimë, se bimët janë shumë. Pra unë nuk mund të them t'ja fuskot që është një bimë që ndihmon për të gjitha. Por do më thush, dua të rris imunitetin, ose sot jam down, jam nga morali, jam shumë poshtë, do më thënë, aty unë mendoj që ka munges magnezi, dhe të zgjedh ato bimët që kanë magnez. Kush janë bimët që kanë magnez? Dhe që relaksojnë. Të gjitha bimët që janë gjethe jeshile kanë magnez. Kanë klorofilin, po kanë magnezi. Të gjitha bimët që janë ngjyrë jeshile, prandaj dhe kur i bëj këto tinkturat, si që kam marrë formulat, ashtu vazhdoj dhe i bëj. Gjithmonë duhet jenë të jeshile, po nuk që bima e jeshile, ashtu si që është në natyrë, nuk vlen, nëse ajo ka vajt ngjyrë kafe, për shembull gjethja, kur është gjethe. Është tharë. Ajo ka kalu një vit, ka skaduar ajo, vjen tjetra. Në fakt, unë dua të di më shumë për rrugtimin tënd. Sa vite ka që merresh me? Për veten time dhe për familjen kam shumë vite. Kam 30 vite, kam nis nga vetja, sepse kam pas gurën veshka, kam pas probleme me veshka dhe mjekët më thanë që mos e do jetosh dhe një 5 vjet, kështu dhe unë me gojë të vogël i shava, por jo me zë. Dhe pastaj ju futa studimit
ç'do të them, jo sikur jam në universitet, por si i thon asaj fjalës, më mësoi nevoja. Pra kisha nevojë për veten time. Dhe jam marr me këtë problem, sidomos të veshkave, me themel. Kam studiuar çdo mjek të vjetër të kinez. E merja nga shqipja në anglisht, nga anglisht janë kinez, nga kinez janë anglisht, nga anglisht janë shqip. I përktheja. Plus merja dhe ushtrimet pastaj se si mund të zhvillohet. Gjatë gjithë rrugtimit tënd, eksperiencës tënde, cili ka qenë momenti që ka ardhur dikush, një pacient i demoralizuar, por ka parë shpresë vetëm tek ti dhe është mahnitur me ndryshimin që ka pas? Fal ndihmës tënde, dhe cili është ai moment që të ka emocionuar? Janë shumë, janë edhe femra, janë edhe meshkuj. Është një zotëri, sot është 45 ose 46 vjeç, ishte me tumor mëlçi. Fillimisht filluam, domethënë online. Ti sugjeroja çfarë duhet merret në farmaci dhe çfarë duhet merret e bimoret, duke bashkuar suplementet bashkë me bimoret. Pastaj erdhi vet. Edhe tani punon bashkë me të tjerët, u kthye në punë, u kthye jetës normale, familjes dhe gjithçka tjetër. Por ishte në fazën e tretë të zhvillimit të diagnozës, të dëmtimit të mëlçisë. Si ndihesh ti kur arrin këtë? Unë ndihem aq mirë sa që harroj gjithçka. Dua atë pres, domethënë. Po ndonjëherë ka arritur që ndonjë pacient mos ketë rezultat? Jo, nuk kam ndonjë që mos ketë rezultat ose ndonjë që të jetë larguar nga jeta, nuk kam, sepse i kam thënë që në fillim që shiko ti ke në fazën e 4, ke hyrë në kimio për shembull, ta them, dhe nuk mund të ecësh mbrapsh. Kupton? Domethënë ke kaluar këtë fazën e kurave bimore. Kurat bimore janë totalisht kuruese, por duhet i kapësh shpejt. Në fazat e para. Fazat e para. Dhe do durim, do përkushtim, do vullnet, do kohë dhe do një njeri që të përgatisi çdo vakt duke kombinuar edhe me ushqimin. Gjithmonë edhe me farmacin kur duhet. Duke marrë nga farmacia ato që nevojiten. Konsumon ilaçet? Pra, e rëndësishme është që personi të ngrihet nga karriga apo nga krevati. Nuk ka rëndësi se kush e kuroj. E kurova unë vetëm me disa farmacia apo bima. Kjo ka rëndësi. Jeta e njeriu. Pra, holistika këtë ka si ide. Ju vetë konsumoni ilaçe farmaceutika? Unë marr vetëm suplementet. Që janë magnezi, pra, magnezi nuk e ndaj 365 ditë duke alternuar. Magnezin glicinate marr në mbrëmje, marr citratin për sistemin tretës, se po nuk ishte sistemi tretës në Terezi, nuk kemi asgjë në Terezi. Pesha do ngrihet në qoftë se nuk ka tretje, do fillojnë infeksionet, do fillojnë myko, do fillojnë parazitët. Kështu që magnezi citrat për tretjen, marr magnezin malat. Këto jo një herë shkuptohet. Do t'i marr step by step, një herë njërën dhe një herë tjetrën, të kombinuara me të tjerat, dhe marr gjithashtu 365 ditë omegat. Omega 3 dhe herën tjetër omega 3 69. Edhe më duket ky është sekreti. Vitaminën D e filloj në 15 tetor. Dhe e lë në 1 maj. Nga që është. Po sepse kemi diell neve. Edhe më duket ky është sekreti yt që je kaq e bukur dhe kaq në formë. Jo, më se s'jam aq. Jo, më, po je tani, më. Jam shumë kurioze të dija, ka një bimë të caktuar që ta përdorin personat me diabet? Po. Cila është ajo? Lulja e shegës. Ekstrakti i lulës së shegës. Kombinohet me diçka tjetër? Po, kombinohet me të gjitha bimët që luftojnë mykun. Sepse diabeti vjen nga prishja e qelizës duke infektuar qelizat me infeksione mykotike. Mykos faza e parë,
e fillimit të diabetit, por faza e parë edhe e prishjes së qelizës, duke kaluar atë në qelizë kanceroze. Pra ajo ushqehet me sheqer dhe duhet stop çdo gjë e ëmbël dhe e sheqerosur, sidomos sheqeret e bler. Dhe kështu që nëse më kanë ardhur shumë pyetje të tjera për lëkurën akneike, a ka një kur apo një bim apo diçka që ashtu siç e bëni ju e përzini shumë bim për një fytyrë me akne, ose ka pjesë të trupit që janë me akne, ose fytyra me njolla? Unë do thosha fillimisht duhet parë sepse nga vinë këto puçra. Janë trashëgimi, vinë nga problemet e mëlçisë, nga problemet e veshkës, apo janë pubertetit. Duke e gjetur se nga vinë këto, atëherë do merremi me shkakun. Pra në qoftë se puçrat janë të mëlçisë, do merremi me mëlçin, me pastrimin e mëlçisë, dhe i pari është gjembi i gomarit. Në kuptoj, do me thënë duhet të shkojmë tek shkaku. Pra, çdo puçër ka lidhje me mëlçin, ose drejt për drejt, ose indirekt ka lidhje me mëlçin. Dhe me veshkat, por e para është mëlçia. Kemi dëgjuar shumë që disa bim të caktuara janë dhe për pastrim energjish negative. Sa e vërtetë është kjo? Unë mendoj që është mungesa e magnezit. Energjia negative? Pra, nëse ti do marrësh një magnez me B3 dhe me B6, mbasi të kaloj 5 minuta, do thuash, Lola, çfarë më dhe? Ose në mëngjes do marrësh 2 dega selinon, një lima, do t'i shtrydhësh me një gotë ujë dhe do t'i pish. Dhe këto janë për të ndjerë më mirë. Një pastrim i organizmit, i mëlçisë, edhe ndjehesh mirë sepse ka klorofilin dhe kanë magnez. Gjithashtu edhe rozmarina në mëngjes është e shkëlqyer, siç e thamë edhe më përpara. Përpos këtyre kemi dhe probleme me stomakun, siç janë refluksi, gastriti. Çfarë rekomandohet për stomakun? Për dhimbjet e stomakut dhe shumë gjëra të tjera. Ka disa probleme, mund vi nga refluksi, problemet mund vi nga zora dembele, mund vi nga irritimi i zorëve, divertikulis, mund të ketë shumë shkaqe kjo gjëja. Dhe nëse për shembull do jetë tretja jo e mirë që vjen nga zorët, nuk është fajtori stomaku. Do fillojmë në mëngjes një masazh të lehtë nga e majta lart, drejt, pastaj poshtë majtas, që të fillojnë zorët të lëvizin, që stomaku të punojë lirshëm. Dhe për problemet e stomakut është nenexhiku, kamomili, lule blirit, qetësues. Ndërsa për problemet e zorëve më efikase për të kuruar janë lëvorët e vidhit. Lëvorja e bardhë, e brendshme e vidhit. Që janë kuruese për divertikul. Pra për plagët që janë në anën e brendshme të zorës. Kemi edhe gjithashtu edhe boçet e vidhit. Si quhet ajo? S'po më kujtohet i lloj smundja, është nuk kujtohet, nejse. Atëherë unë Syndrome bowel irritation? Po. IBS? IBS. Ajo është IBS. Dëmtimi i zorës së trash. Dëmtimi i zorës së trash vjen nga ushqimet e thata. Vjen nga stresi, vjen nga hormonet, vjen nga keq ushqyerja. Kemi dhe hemoroidet që krijohen? Po, hemoroidet pastaj si kurohen këta? Ka dy lloj kurash që bashkangjiten njëra tjetrës. Është kura e rregullimit të sistemit të retës, që duhet parë edhe kjo se nga vjen. Duhet shkojmë nga shkaku.
Duhet shikojmë shkakun. Pra, nëse është shkaku mëlçia që nuk po lëshon enzimat e tretjes, do merremi fillimisht me mëlçin, pastaj do merremi me tretjen vet, dhe personi që është me IBS, me rritimin e zorrës, gjithmonë, gjithë jetën e tij duhet marrë probiotik, duke i alternuar ato. Lactobacillus, bifidobacillus. Atëherë unë po arri në konkluzionin se bimët janë një magji. Po, dhe janë shumë. Nëse di ti përdorësh. Dhe nga komentet që kam parë, kur të kam marrë ty në intervistë, kam parë shumë komente pozitiva. Dhe do doja shumë, duhet i lexosh. Do doja shumë të japësh një këshill për të gjithë personat që kanë sëmundje, po jo sëmundje, nuk është e thënë të jenë vdekje prurse. Shqetësime. Në një organ ose në një tjetër. Po. Që sjellin pastaj pasoja të rënda. Po, një këshill nga na jote që qoftë të mbajnë të ushqehen mirë, unë mendoj se çdo gjë ka të bëjë dhe me keq ushqime, po. Edhe të përdor këto bimë që janë të nevojshme, ose çajrat, apo gjëra të tjera bimore. Ta them se personi për shembull është me probleme të dhimbjes së kokës, ta them, që ka sinozit apo ka migren, në fillim në mëngjes apo të ngrihet duhet bëj pak ushtrime të qafës dhe t'i kapi këto dy pjesët e damarëve që lidhin trurin, duhet i bëj pak masazh që të filloj të qarkulloj gjaku. Qarkullimi i gjakut është ai që rregullon gjithçka. Pra duhet filloj që në mëngjes me lëvizje, Lëvizja është kryesorja. Që në mëngjes duhet filloj të lëviz dhe të lëviz sidomos të bëj ushtrime për atë pjesë tek e cila ai ka probleme. Siç thamë edhe për punën e tretjes, masazhi në formë uje, pastaj duart lart. Lola, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe, do je gjithmonë e mirë pritur dhe me ndonjë prurje të re, ndonjë bimë të re, apo diçka tjetër për të ndarë me ne. Ti më thuaj diagnozën dhe unë të gjej bimën ose bimët, disa bimë kur kalon në faza jo vetëm shqetësuese, por edhe për të kuruar. Edhe shumë faleminderit sepse kjo është diçka shumë e mirë dhe për të gjithë publikun që na ndjek dhe mbase kanë nevojë për ty, për këshillat e tua dhe ato që ti krijon. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.